Neda dhe Ogreni u njohën për herë të parë në vitin 2010, brënda mureve të shtëpisë më të famshme në vend, Big Brother Albania. Aty ku shumë histori lindi në shuhen brënda pak ditësh, historia e tyre u dallua si një nga më të sinqertat dhe më të qëndrueshmet. Romanca që nisi mes emocioneve, konkurencës dhe sfidave të një reality show u shndërrua në një lidhje të vërtetë dashurie që i rezistoi kohës dhe vështirësive të jetës publike. Në vitin 2015, pas 5 vitesh bashk, ata e kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë, duke ndërtuar një familje të lumtur dhe duke sjellë në jetë 2 djem që për shumë kohë ishin arsyeja më e madhe e buzëqeshjeve të tyre në rrjete sociale. Megjithatë, siç ndodh shpesh edhe në historitë më të bukura, koha dhe përditshmëria sollën sfida që duket se e kanë goditur fort stabilitetin e çiftit. Sipas burimeve të Vox News.al, marrëdhënia mes Nedës dhe Ogrenit kishte kohë që po kalonte një periudhë të ftohtë me mosmarrëveshje që shtoheshin me kalimin e viteve. Burimet pranë tyre tregojnë se pavarësisht përpjekjeve për të ruajtur familjen, marrëdhënia kishte arritur në një pikë ku komunikimi ishte bërë i vështirë dhe bashkëjetesa thuajse e pamundur. Pas më shumë se një dekade së bashku, ata kanë vendosur të ndahen, duke i dhënë fund një kapitulli të rëndësishëm të jetës së tyre. Ndarja vjen në një moment mjaft të ndjeshëm edhe për familjen e Ogrenit, pasi motra e tij, ministrja Belinda Balluku, ndodhet aktualisht në nënhetim nga SPAK. Situata ka shtuar tensionet dhe vëmendjen mediatike rreth çiftit, duke e bërë procesin e ndarjes edhe më të vështirë. Megjithatë, miq të afërt të tyre kanë treguar se Neda dhe Ogreni po përpiqen të ruajnë qetësinë dhe respektin e ndërsjell, duke vendosur në plan të parë mirëqenien e 2 fëmijëve të tyre. Ata janë të përpushtuar të kenë një marrëdhënie prindërore të shëndetshme dhe korrekte, pavarësisht fundin e lidhjes bashkëshortore. Në rrjetet sociale, Neda ka preferuar të mbetet diskrete për situatën, por së fundmi ajo ka njoftuar në Instagram se do të jetë e ftuar në emisionin Goca dhe Gra, sot në orën 21. Ky njoftim ka ngjallur shumë interes tek ndjekësit, të cilët presin me kureshtje që ish opinionistja të flas hapur për ndarjen e saj dhe për arsyet që e çuan në këtë vendim të vështirë. Por publikun shqiptar, që e ka ndjekur që nga ditët e para në Big Brother, rrëfimi i saj pritet të jetë emocional dhe i sinqert, një dëshmi e rrallë e guximit për t'u përballur me dështimin në mënyrë dinjitoze. Tashmë, Neda ndodhet në një fazë të re të jetës së saj. Pas shumë vitesh për kushtimin ndaj familjes dhe karrierës televizive, ajo duket e vendosur të nis nga e para, duke u fokusuar tek vetja dhe tek rritja e fëmijëve të saj. Ndarja, edhe pse e dhimbshme, mund të shënojë një fillim të ri për të, një fillim që vjen me pjekuri, reflektim dhe forcë shpirtërore. Publiku që e ka dashur dhe ndjekur ndër vite, e pret me mbështetje dhe kureshtje për të parë se çfarë do të sjellë Neda në këtë kapitull të ri të jetës dhe karrierës së saj.